Mirëmëngjes, jemi rikthyer. Jemi rikthyer. Dhe na jam bashkuar në studio nxënës të Petronin Luarasit, mirëmëngjes, mirë se erdhët, Frankli Nanon, Eva Nasufi dhe Frankli, Eva Nasufi dhe mendova se ngatrova për vetë Anila Shau. Mësuesja, po. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Edhe shumë fantastike gjithë kjo shfaqja që ju keni bërë, Franku 5 apo jo? Mirëmëngjes, faleminderit shumë që ju na promovoni aktivitetet e shkollës. Me shumë kënaqësi sepse siç edhe ju e keni theksuar, tashmë shkollat nuk janë vetëm një institucion arsimor, por mbi të gjitha institucion kulturor, që nxënësit marrin si të thuash eksperiencën e dur për aftësitë organizative, për të folur në publik, për gjëra të tilla kulturore, kështu që shumë komplimenta së pari. Faleminderit shumë. Dhe më trego pak për shfaqjen. Si nisi, po. Si ju keni një klub teatri brenda shkollës, si është krijuar? Klubi teatrit ka shumë kohë që ekziston brenda shkollës tonë dhe brenda dhe shkollave të tjera, gjimnazeve të tjera, kudo që janë. E drejtë. E rëndësishme është që teatri të jep perspektiva të shumta të qarta drejt njohjes së vetes, drejt njohjes së shoqërisë dhe të botës që të rrethon. Dhe më së miri, edhe nxënësit që keni këtu mund të përshkruajnë edhe rrugën gjatë gjithë kësaj pjese, kanë arritur të Ta fillojmë me Evën, me që është vajzë, të fillojmë me Evën. Si ka qenë eksperienca jote me këtë shfaqje dhe mbi të gjitha sa kënaqësi ke marrë gjatë periudhës edhe së provave, por edhe në të njëjtën kohë sa mund të jesh lodhur mbas. Tek dy shfaqjet që keni dhënë. Dy shfaqjet. Të jemi sinqert, jemi lodhur shumë. Okej. Kënaqësia ka qenë më e madhe, ka qenë superiore. Neve, përveç se kemi dhënë dy shfaqje, kemi bërë prova rreth 2 muaj, ka qenë një kohë shumë e gjatë, edhe kemi pasur gjithmonë me afatet të caktuara kohore, kemi mësuar se si të jemi pak më të përgjegjshëm, ato vonesat e mëngjesit, por çfarë na ka bërë më shumë përshtypje është se edhe pse jemi lodhur shumë e kemi shijuar shumë të gjithë eksperiencën, sepse ka qenë një eksperiencë e re për na. Konfirmon Franklin ndërkohë. Nuk është diçka monotone, dolim nga monotonia e jetës tonë, edhe njohëm më shumë njëri tjetrin, njohëm më shumë E pe veten për herë të parë si aktore aty? Po, hera e parë. Cili ishte roli që ti kishe? Roli im është një rol kryesor, unë jam Frida Fryst. Nuk dua të zbuloj shumë rreth tij, me që kemi edhe shfaqje nesër, por Frida Fryst ndryshe nga të gjithë nënpunësit e tjerë të bankës, sepse kemi të bëjmë një bankë, ose ndryshe një band gangsterësh. Fantastike. Ndryshe nga të tjerët nuk rend pas paras, por rend pas dashurisë. Pra, unë jam simboli i dashurisë në shfaqje. Po, shiko, e keni zgjedhur se s'dysha patjetër, keni zgjedhur dhe si figurë në fakt duket, jo, në total, por të drejtova vetëm për faktin që them edhe kështu e parë nga pikpamja e jashtë. Janë bërë shumë audicione për këtë dhe në rrugë profesionale. Kemi regjizora Nirisin që ka qenë dhe Petronince dhe na ka mbështetur vazhdimisht në të gjitha këto. Ndërkohë për Frankun si ishte si eksperiencë? Ishte një eksperiencë shumë here për mua. Kisha shumë vite pa u marrë në një gjë në skenë dhe shumë e bukur. Këto 2 muaj që kemi bërë prova, ato 2 shfaqje që i dhamë, ishin... A të bën që të mendosh aktrimin për shembull në vazhdim, mund të kesh ndonjë indicie që po të zgjoj atë artistin brenda vetes? Të thënë vërtetën jo. Po sa të vështirë kishe të integrohesh në base të roli që se shoh që pas ke pasur dhe një rol specifik në ecje, me bastumin, me atë kapelen. Unë kam rolin e Frankut 5, është dhe të emri, po ne në personalitete një gjë kishim të ngjashme që jemi të dy si natyrë e qetë. Po pjesa tjetër ishte i çike vështirë të përshtatesha. Po, Zysha? Zysha shikon që nga Frankli në Franku ka një mundësi që të ketë përvoja të reja, të njohë akoma më shumë jetën e dikujt tjetër që jo askush nuk ta mundson përveç teatrit. Dhe të futesh në rolin e jetës së dikujt tjetër, përvetëson dhe gjëra që ti nuk i ke ditur më përpara. Patjetër. Krijon atë njëjtësimin apo empatin që ka Frankli sot me Frankun, që deri diku ndoshta diku e dënon, diku e pranon, dhe gjitha kjo e bën që Frankli të jetë akoma më mirë
dhe më me shumë vetëbesim në skenë. Sa është përqafuar nga publiku shfaqja në 2 netet që ju e keni dhënë, pra se ju thatë që e keni dhënë me datë 30 në Durrës, në mos gabojmë, dhe me datë 1 në Gramsh? Me thënë të drejtën, ne jemi, ta janë nxënës, nuk mund të pretendojmë për aktrim profesional. Por misioni dhe qëllimi që ka e gjithë shfaqja, arrihet kur ata duart trokiten nga bashkëmoshatarët, kur dhe vetë gjimnazistët e rrethave ku ne vajtëm, i bashkangjiten nismës së tyre dhe me njëherë kuptojnë që pse jo, edhe ata mund të bëjnë diçka të tillë. Sa rëndësishme është dysha që shkollat të organizojnë eventet të tilla, sa i shetin nxënësit më të angazhuar, më të përfshirë, ndoshta edhe më të rritur pas gjithë eksperiencës? Në përvojën time është shumë e rëndësishme dhe sinqerisht ja vlen të orientohesh drejt artit apo dhe sportit, se në shkollën tonë, për hir të vërtetës, zhvillohen shumë aktivitete të gjitha fushave. Dhe kjo i bën nxënësit që të kenë akoma më shumë përfshirje, të kenë akoma më shumë mundësi për të përfaqësuar në çfarëdo rrugë që ata e ndjejnë që mundet t'ja dalin. Ndërsa pjesa e këtij aktiviteti më ka surprizuar, sepse vërtet kam pasur nxënës të cilët nuk e kishin menduar që mund t'ja dilin edhe në skenë. Por mendimën profesionale të regjizores, të koreografes që kemi ne. Kemi spikatur talente që vërtet t'ja vlenin për këtë lloj profesioni? Kemi spikatur. Në eksperiencën time si i bëri një pyetje Frankulit, a doje ta ndroje kahun e zgjedhjes në jetë dhe ta shikoja aktrimin si mundësi apo regjin apo artin? Kemi pasur nxënës që kanë marrë pjesë në shfaqje të mëparshme dhe sot studiojnë regji. Okej. Dhe më thënë i ka ndryshuar perceptimi nga kjo gjë. Ndërkohë në 2 qytete, ku pritet të jetë sërish shfaqja juaj dhe të bëjmë edhe një njoftim që do të kemi edhe të Art Urbina dhe jo vetëm? Nesër ke Art Urbina jemi, ndërsa në datë 11 do jemi në Kukës. Të themi pak orën për nesër? Nesër në orën 8:20. Në orën 20 nesër. Është e hapur për publikun, funksionon me bileta për t'i mbështetur? Është e hapur për publikun dhe publiku i ynë tashmë pjesa më e madhe dihet, është mbështetja jonë më e madhe, janë prindrit, e nxënësve dhe sigurisht stafi. Dhe shumë entuziazm prindrit, do me thënë, në mënyrën se si janë shprehur për Mbase entuziazm, mbase do surprizohen, nuk kanë njohur ndoshta edhe atë pjesë të cilën do e shohin nesër të fëmijëve të tyre, çka unë e shoh çdo ditë. Çfarë perceptimi kanë prindrit kur ju kanë digjuar pjesën e rolit, mbase kur ju kanë parë se sa shumë mund t'jeni lodhur ju për ti edhe keni investuar shpirtërisht, emocionalisht, fizikisht për rolin? Personalisht, prindrit e mi nuk më kanë parë akoma në skenë. Do të më shikojnë nesër për të parë. Por, do më thënë, kur kam ardhur në shtëpi, ka qenë orët e vona, ora 9-10 në pas provave, shpesh herë, sepse provat kanë qenë me një orar të zgjatur. Edhe gjithmonë babi më thoshte, po lodhe shumë e këtë provat ti. I dhe, po jo, nuk ka problem. Po mos do shkosh te liceu. Jo. Po, realisht ata janë tjerë mirë që edhe unë po angazhosha me një aktivitet, edhe është një aktivitet vërtet i frytshëm që ne kemi mësuar shumë atë aktivitet. Jeni më të emocionuar apo keni fituar më shumë vetbesim për shfaqjen e radhës, duke qenë se është era 3 tashmë? Po këtu kanë dhe prindrit. Si e të një? Jo vetëm prindrit, do jenë mësuesit, Patjetër, do jenë shokët. Po mirë, në rangun e nxënësve është emocion kur kanë edhe prindrit përballë pak, ndoshta jo intimidimi, po emocioni shumë fisht nesër. Po. Ndërkohë, Frankli, dhe ty nuk të kanë parë prindrit e tu akoma në shfaqje? Mamaja më pa, mamaja, gjyshi, nëna, Çfarë mendimi dhanë? Tani të themi të vërtetë, mama ime nuk besonte që doja dilja, se më shinte sikur nuk e merrja shumë seriozisht. Kur e pa u prek shumë, fillon të keqar. Po, ani gatë jam. Patjetër. Nuk e priste dilte aq e bukur shfaqja. Këta rriten dita ditës në prova. Jo vetëm artistikisht, po edhe thellësisht në pjesën që fillojnë, pranojnë njëri tjetrin, kanë një bashkëpunim, krijohet një frym mes tyre që në grup
punohet duke me njanuar disa gjëra dhe unë i shikoj që rriten dhe këto 2 muaj kanë qenë një përvojë shumë e bukur me ulje ngritjet e saj. Po mirë, si çdo gjë që merret përsipër dhe me të vërtet jeni për të komplimentuar dhe për të duar trokitur në të nisma kaq shumë të veçanta dhe unë shpresoj shumë që të shtohen në numër dhe të ketë iniciativa që jo vetëm kjo shfaqje të jetë në qytete ndryshme, por edhe shfaqje të tjera që ne mund t'i kemi, ne do t'i promovojmë gjithmonë nisma të tilla, ne derën tonë keni të hapur kurdo që ju të dëshironi. Faleminderit juve që ishit sot me ne. Faleminderit shumë dhe shumë. Mos harroni nesër ora 20 në Arturbina. Franku 5. Që jemi pas pak me shumë fëmijë këtu, me shumë performanca. Shumë zhurmë.